prej shenjave të pranimit të punës, prej shenjave të pranimit të veprës së mirë, është pasimi i veprës së mirë me vepër të mirë. Sepse nëse ti e bën një vepër të mirë, kjo vepër e mirë thret veprën tjetër. Kërkon veprën tjetër. Për këtë arsye, edhe dietarët kanë thënë se prej shenjave të pranimit të veprës, të agjerimit, të namazit të natës gjatë Ramazanit, është se ky besimtar dhe kjo besimtare gjejnë atë qetësinë, gjejnë rahatlikun e veprave të mira dhe pas Ramazanit, duke vazhduar veprat e tyre. E nëse jeta e besimtarit, jeta e besimtares, pas Ramazanit, kthehet me neglizhencë, pra duke neglizhuar ndaj të drejtat e Allahut subhanahu wa taala, neglizhon ndaj namazit, neglizhon ndaj veprave të tjera, atëherë çfarë kuptim ka që ai po e agjeron gjithë atë muaj dhe nuk vazhdon më pas me veprat të cilat duhet i vazhdojë.